Polici që moshtroi dhunën me datën 13/7/2017 tentoi të fshihej duke falsifikuar dokumentat me ndihmën e zotit Mithat Havari dhe të Ministrisë së Brendshme. Por unë realisht mora dokumentin origjinal shumë shpejt ti dhe e kam të identifikuar, po ashtu kam dhe dokumentin falso me të cilin tentoi të fshihej, të shmangte përgjegjësi totale. Kujtoj se unë nuk do t'isha në gjendje ta zbuloja, po për arsye etike dhe sekret hetimor, akoma po e mbaj sekret. Po, kështu që shtetmena shtetit zbulojnë, e ke parasysh, nuk s'ke kam qifesh, kot